Sot është nata e të vdekurve. Nata ku thonë se kufiri midis botës së gjallë dhe të vdekur zhduket. Dhe sot vendosa të testoj 3 ritualet më të frikshme për të komunikuar me botën tjetër. Sa të vërteta janë? E zbulojmë sot, duke filluar me Charlie Charlie. Charlie Charlie është një lojë ku bë virale në 2015-ën, sidomos tek adoleshentët. Thuhet se mund të komunikosh me një shpirt të quajtur Charlie, duke u pyetur me pyetje të thjeshta që kanë përgjigje po ose jo. Si luhet kjo lojë është merr 2 lapsa dhe i vendos mbi njëri tjetrin në formë kryqi, në një letër ku shkruan po dhe jo, në 4 qoshet. Dhe me zot lart thua Charlie Charlie, a je këtu? A do luash? Dhe duhet të vësh re nëse lapsi lëviz vet. Disa thonë që shpirti përgjigjet gjithmonë. Por para se të fillojmë na duhet një letër dhe 2 lapsa. Sa po mblodhëm mjetet që na duhen. Tani do të shkruajmë po jo, po jo, jo, po jo, jo po. Apo kthehemi te kamera tjetër. Kemi 2 kamera, wow. Duhet ta lej pak këtu. Kjo është plata, gjithsesi, një vizë drejt. Po, shumë e drejt. Na duhet një vizë drejt dhe po jo. Okej. Po jo. Super bukur. Tani që kemi këtë fletën, na duhet vendosim një stëlë laps këtu ose laps, dhe një stëlë laps këtu ose laps. Okej, heqim këtë fletore. Gjas me het, po nuk do të hedhë. Një laps këtu, stëlë laps, çfarë do që të keni në shtëpi. Okej, kjo duhet të rrit drejtësh. Okej, e rregullom. Okej. Le të vazhdojmë sfidën. E provojmë. Charlie Charlie, a je këtu? Charlie Charlie, a je këtu? E kam bërë gabim. E pra, prandaj nuk kishte ai se ishte gabim fleta, nuk dinte si ta kështu, ishte shumë i konfuzuar dhe vetë Charlie Charlie ishte shumë i konfuzuar, s'dinte si ta bënte këtë sfidë. Se ka emrin Charlie Charlie 2 herë. Është njësoj se ku ta kemë unë Gizi. Moto, Charlie. Kjo është pjesa më e vështirë, nuk është të thrasësh Charlie, është të rregullosh stilolapsat, të rinë njëra mbi tjetrën. Okej, lash nuk merrem më. Kanë kaluar 5 minuta duke u marrë vetëm me këtë dhe nuk po e rregulloj dot, nuk ka mundësi. Charlie, a je këtu? Oh, what? Po si e lëvizi qofse ai nuk është këtu? Charlie, a je këtu? Charlie, a do lek? Nuk është se do japi, jo. Thjesht po. Ai është këtu. Do t'i japim lek. Charlie, a do mish? Do hash? E di që kjo duke si budallik, po mbesoni se sfida e tretë është ku gjërat bëhen shumë të frikshme. Charlie, a do kem unë një misuba? Wow! Okej. Mos harroni të bëni subscribe. Charlie, ta mbarojmë këtë segmentin tënd. Ore Charlie, fol çiko. Sa turp që ka dhe kë. Fol pago burrë, ça. Mirë, unë po e mbyll para lash. Hoto. Bloody Mary është një legjendë urbane që daton që sheku i parë. Thuhet se një grua e quajtur Mary vdiq në mënyrë tragjike dhe shpirti i saj është kapur në pasqyrë. Nëse e thua emrin e saj 3 herë para pasqyrës, në errësirë, ajo mund të shfaqet, duke bërë njerëzit që e provojnë të shikojnë ose të ndjejnë diçka të frikshme. Kjo lojë luhet duke shkuar në tualet me dritë fikur. Duhet të qëndrosh përballë pasqyrës dhe të thuash me zë të lartë 3 herë Bloody Mary. Besoj që shumica nga ju e kanë provuar këtë challenge kur kanë qenë të vegjël, sepse ka qenë shumë e famshme në 2017-ën, 2018-ën, rreth atyre viteve. Unë faktikisht e kam provuar deri diku, po nuk i kam mbaruar deri në fund si challenge. Thjesht kam thënë 3 herë jam rrotulluar një dhe kam ikur. Nuk banjo me drita fikur me derë mbyllur. Thoni çfarë doni, po është pak frikë. Kështu që pa humbur kohë, shkojmë në banjo për të bërë challenge-in, jo për gjë tjetër. Pasqyra është pak pis, mos vini re pasqyrën, duhet të kemi kujdes fantazmat. Tashin duhet fik dritën
Edhe të vazhdojmë sfidën. Tani nuk e di si do më dalloni ju, nuk e duket. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Sepse unë dëgjova aty brenda. Nuk e di. Ndoshta ka lëvizur në diçka vogël. Ndoshta ka lëvizur pa një vet, nuk e di, ka dalë një rakun, nuk e di, nuk ka rëndësi. Siç e pat edhe vet, kamera shfokusoi shumë. Thonë se nëse një fantazm ose një entitet i botës së përtejshme kalon afër kamerës, atëherë kamera shfokusohen. Por para se të kalojmë te rituali i tretë, dua të provoj këtë lojën që quhet Ouija board, por fatkeqësisht nuk e kam si lojë në jetë reale, sepse kushtonte 70.000 lekë. Në fund të ditës nuk e di a të pushton me shpirtra të gëqinj apo jo. Kështu që nuk do t'i harxojmë lekët, por kam gjetur një alternativë pak a shumë të njëjtë. Ouija board app. Ouija board është një lojë që përdoret për të komunikuar me shpirtrat. Ajo përdoret në një dras ku shkruan shkronjat e alfabetit, numrat 0 deri në 9 dhe fjalët po, jo, përshëndetje dhe lam të mirë. Në mes të tavolinës vendoset një god ose një copë e vogël druri ose plastike që ti mund të komunikosh me fantazmin. Kur ke mbaruar ritualin, duhet të thuash patjetër goodbye, lam të mirë, sepse shpirti mund të jetë një demon. Dhe gjithmonë duhet të jesh vigilant. Këtu kam aplikacionin para, Spirit Board e ka. Të njëjta gjë si Ouija board, vetëm që ka emër të ndryshëm. Copyright issue. This app, if you aren't ready for crazy streams and real talks. Okej, me sa duket dhe fantazmat duan pjesën e tyre të lekëve, kështu që hustle dhe në botën e përtejshme. Okej, loading, okej. Start sounds. Tani unë mendoj t'i shkruajmë shqip, sepse t'i shkruajmë anglisht, ne jemi në Shqipëri këtu, unë ndodhem në Shqipëri, kështu që do t'i shkruajmë shqip. Do t'i themi, a ka njeri këtu? Okej. Edhe duhet të mbajmë dhe gishtin të kjo si tip trekëndshi. Dhe teknikisht duhet të lëviz. Okej, yes. Shqip. Okej. Okej, u bëri interesante direkt. Sa vjeç je? Je. Okej. N O No O On E K No one knows. Asnjëri nuk e di. Okej, asnjëri nuk e di. Je shqiptar? Derisa tha po. Je shqiptar? Pikpyetje. No. No. No, no. No, not. At, no, not. At.
No, not at all. No, not at all. Tani, ose nuk është shqiptar me të vërtet, ose thjesht po tallet me ne në mënyrë sarkazme shqiptarësh që je shqiptar, jo, çfarë shqiptar, nuk jam shqiptar ose e di po ndjenjë ftohtësi këtu mbrapa. Vazhdojmë. Do t'i themi je i mirë? S'po na duhet dim, është i mirë apo është shpirt i keq? Po ti the no. No? No, na? No, not good? Jo, po themi goodbye. Mirëpafshim. Po pra goodbye. Oh, no, don't allow. Goodbye, yes. E kam lënë aty. Mirëpafshim. Okej, nuk e prisja këtë. Ishtë shumë herë më e frikshme se sa e prisja. Dhe ai na doli keq. Hell no. Kalojmë te loja e fundit.